Hej, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku, nuk pata premtuar që do t'ju sjell detaje nga ditëlindja e Lunës. Sot në Tiranë po ndodh festa më e bukur. Luizi dhe Kiara në një super organizim kanë shëndruar ambientin në një festë të vërtet. Më besoni se është një ditëlindje shumë e bukur. Është një nga ditëlindjet më të bukura që u bëhet fëmijëve të artistëve shqiptarë dhe konkretisht Luna Maris. Unë e pata thënë që gjithmonë Luizi dhe Kiara bëjnë gjëra të veçanta, por nga kjo që po shikoni është fantastike. Luizi dhe Kiara duket të jenë shumë të lumtur, kanë përzgjedhur që të dy të jenë të veshur me ngjyrën e bardhë apo me ngjyrën krem, si ta quajmë, me lunën në krah, me një spektakël të papar, me një organizim fantastik. Luna po feston një vjetorin e saj. Në për të gjitha këndet e ambientit janë të ndarë gjërat, tavolina me ushqime, me ëmbëlsira që ka një numër të madh të ushqimeve, ushqime të lloj-llojshme, këmbë me balona për fëmijët të argëtohen, tavolina të fëmijëve, drasa e bukur për të vizatuar dhe për të shkruar emrin e Lunës me ngjyra dhe numrin 1, dhe me thënë ditëlindjen e saj të parë, dhe më pas skena kryesore ku të gjithë njerëzit do të bëjnë fotografi, edhe do të argëtohen me Luizin edhe me Kiarën. Çdo gjë është e menduar në detaj, një investim maramëndës nga Sara e Ben, të cilët janë kujdesur për çdo gjë të bukur. Në mes podiumit, le ta themi kështu, shikoni edhe princesat e bukura, të cilat kanë ardhur për të argëtuar të gjithë fëmijët dhe njëkohësisht për të argëtuar edhe Lunën e dashur, por edhe të rriturit. Domethënë, ashtu siç e thash gjatë ditës së sotme, është një ditëlindje që në fakt ka sjellur në palë të gjithë filmat e vizatuar, të gjithë dëshirat që Luna dëshironte të ndërtojë në jetën e saj dhe dëshironte të bënë. Domethënë, është një ditëlindje shumë e bukur, është një ditëlindje në çdo detaj, një ditëlindje fantastike që në fakt po na dëshirojmë edhe ne të jemi atje, por gjithsesi unë Lunës ju uroj edhe 100 vjeç, shpresoj që të argëtohet, të kënaqet në këtë moment kaq të bukur, në këtë festë kaq fantastike që mami dhe babi kanë organizuar për të. Është e mirë menduar çdo detaj, do të thënë çdo gjë ka ardhur në detaje dhe Kiara me patjetër që jam i bindur që i ka bërë të gjitha këto surprizat e bukura për Lunën e saj dhe më pas fishek zjarret që janë shumë ngjyrshe teksa Luizi dhe Kiara po filmojnë dhe po fotografojnë bashkë me vajzën e tyre. Një vjetori po kënaqet në jetën e Lunës edhe po argëtohen pafund.